Misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim ka festuar në Tiranë 15 vjetorin e themelimit, me një ceremoni që nisi me himnin kombëtar. Dhjetra emra nga fusha e diplomacisë dhe biznesit kremtuan në këtë përvjetor punën e disa viteve duke promovuar paqen. Shefki Hysa, guvernatori i misionit, foli për promovimin e figurave dhe ideve. Sot misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim, ndryshe diplomatik mission Peace and Prosperity, mision i ish presidentit amerikan Eisenhower, i sjell në Ballkan nga ish ambasadori i shquar amerikan Richard Holbrooke, po bëhet 15 vjet aktivitet në Shqipëri veçanërisht, në Ballkan dhe në Europë. Pa llogaritur rreth 70 vjet aktivitet në botë, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është themeluar si mision amerikan për herë të parë. Ka të veçantë, ndryshe nga të gjitha misionet dhe organizatat e tjera që punojnë për paqe dhe sigurinë në botë, ka përzgjedhjen e figurës së misionarit të paqes. Ndryshe nga ambasadorët e paqes, figura e misionarit të paqes është njeriu që sakrifikon në komunitet. Është i lidhur me dhunti për të qenë misionar paqe. Hysa vuri në dukje po aq synimet afatgjata të misionit. Destinacioni jonë është gjithmonë të lobojmë për paqen dhe sigurinë. Sot në botë ka një rajon që quhet rajoni më i trazuar Jeruzalemi, por edhe Ballkani është një lloj Jeruzalemi dhe është Jeruzalemi numër 2 për ne. Dhe të punosh në Ballkan, ku kanë mijëra vjet që nuk pushojnë konfliktet, do të thotë që të jesh një institucion tepër i realizuar, tepër efikas për të krijuar struktura paqe dhe për të përzgjedhur njerëz të duhur që punojnë për paqen në Ballkan. Dhe ne themi se kemi arritur, sot po ju jap një shembull, në rrjetin e medaljeve botërore që fillojnë nga Abraham Lincoln deri te Churchilli, ku janë edhe Mahatma Gandhi, Martin Luther King dhe shenjtoria Nën Terez, pas shenjtores Nën Terez kemi medalje të rrallë botërore për Adem Jasharin, iniciuar nga ne, për Skënderbeun, figurën e Skënderbeut, gjithashtu edhe për figurën e Ibrahim Rugovës, presidentit historik të Kosovës. Në kuadër të 15 vjetorit të veprimtarisë së misionit në Shqipëri, pati edhe Human Excellence Award 2025, në shenjë të mirënjohjes dhe përuljes ndaj vlerave më të larta njerëzore. Kjo ditëlindje 15 përkon dhe me dhënien e titujve honorifik dhe vlerësues, Human Excellence Award 2025, një vlerë dhe një simbol për të gjithë partnerët tanë ndër vite dhe kontributin e tyre që kanë bërë për vlerat e larta njerëzore. Misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim ka vlerësuar një sër figurash në vend.